Nuk ka shumë lidhje. Ka lidhje, patjetër. Nuk ka klasë punëtore dhe klasa intelektuale në Republikën e Shqipërisë është vënë në shërbim të pushtetit. Pra, këto dy janë bazat kryesore që ti ndryshosh sistemet. Pa këto dy aty ndryshon dot sistemet. Mos hym në atë se është temë gjatë, se unë kam argumentat tjera që absolutisht. Por të marrësh pjesë, pra unë e kam parë gjithnjë të marrësh pjesë në sistemin që ta kanë ngritur. I jep legjitimitet sistemit të këtyre. Ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për revolucion. Ka nevojë për revolucion në të gjitha format dhe mënyrat. Sepse revolucioni duhet vi jo vetëm për largimin e tyre nga pushteti, po për zhbërjen totalisht të kësaj klase kriminale ekonomike që këta kanë instaluar. Me të gjithë oligarkët që kanë instaluar, ti ke rreth 200 biznesmen të fuqishëm, që quhen të fuqishëm, pra që për mendimin se janë të fuqishëm se kanë punuar me shtetin, punojnë me shtetin, kanë dhënë fondet e buxhetit, kanë marrë pejë të Shqipërisë. Dhe në rast se ti nuk vjen, biznesmenët ata që ecin vet pa, dhe në rast se ti këtyre 200 veta janë biznesmen, emrat e cilëve dihet se kush janë, pra ta 200 veta nuk i merr, nuk i var për këmbësh, pra në rast se ti nuk vjen të premtosh ti popullit, ti thua se shiko, unë dua votën nga ana juaj dhe dua që ta mbrojmë të votë. Dhe ju premtoj që me ardhen e në pushtet, këta 200 veta, së bashkë me bëhen diku të rreth 400 ish deputet, a 500 ish deputet. Së bashku me 500 prokurorë dhe gjykatës, aq ka gjithë Republika e Shqipërisë, 500 prokurorë dhe gjykatës total ka pasur këtë. Kur të vinë pushtet, do t'i varin për këmbësh të sheshi Skënderbej, derisa të nxjerrin edhe metalikun e fundit që ju kanë vjedhur juve. T'ju bjeri nga xhepi metaliku i fundit dhe tregojnë se ku e kanë fshehur metalikun e fundit. Dhe le të ngrihet Evropa, le të ngrihet Amerika, le të ngrihet kush të dojë, Rusia, Kina, le thotë që këto janë antinjerëzore. Ka të bëj. Barrën do ta marrë ai që merr pushtetin. Barra politike, asaj që unë bëj është e imja. Dhe e mbaj unë përgjegjësinë.